Me mbrëma të gjithëve, unë jam Juli Krisafi dhe si çdo mbrëmje do të shohim bashkë zhvillimet kryesore të ditës në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. 10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri kanë mbritur gati 100.000 vota të diasporës. Shumica e votave janë nga Italia, Gjermania dhe Greqia. Ka përfunduar ndërkohë dërgimi i fletëve të votimit jashtë vendit, ndërsa vetëm 29.000 shqiptar nuk kanë tërhequr ende zarfin nga zyrat postare. Mbi 96.000 shqiptar që jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë kanë zgjedhur preferencën politike. Zarfet me fletët e tyre të votimit kanë bërritur në Parkun Olimpik. Ato do të qëndrojnë të grupuara sipas qarqeve dhe do të hapen më 11 maj, në të njëjtën kohë kur do të nisë dhe numërimi për votat brenda vendit. Mirëpo kur na ndajnë vetëm 11 ditë nga zgjedhjet, 29.358 zarfe ende nuk janë tërhequr nga zgjedhësit, kryesisht në Greqi. Për këtë arsye dhe ambasada shqiptare në shtetin fqinj ka njoftuar se pikat e kompanisë postare në Athinë dhe Pire do të punojnë me orë të zgjatura. Nga ana e tyre edhe partitë politike kanë shprehur shqetësime lidhur me problematikat që po hasin emigrantët në marrjen apo dërgimin e fletëve të votimit. Vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se ka ende kohë për dërgimin e fletëve të votimit, në mënyrë që dhe kthimi i tyre të jetë brenda procedurave ligjore të parashikuara. Një ditë më parë, kryekomisioneri Ilirian Celibashi tha se pagesa e kompanisë do të bëhet pas shërbimit, ndaj nuk duhet që raste sporadike të cënojnë procesin, që siç tha ai, po ecën me ritme të kënaqshme. Referuar të dhënave të deritanishme, në Greqi janë dërguar mbi 68.000 zarfe dhe kanë mbërritur vetëm 7.826, kurse në Itali janë shpërndar mbi 91.000 fletë votimi dhe kanë ardhur 38.947, ndërsa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbërritur 8.846 fletë nga 20.000 që janë shpërndar. Fletët e votimit me preferencat e diasporës duhet të mbërrinë në territorin shqiptar brenda orës 19 të dielës së 11 majit, pasi çdo votë që vjen pas kësaj ore nuk do të numërohet. Drejtuesja politike e Partisë Demokratike për Diasporën, Josefina Topalli, akuzon DL-n për problemet sipas saj të qëllimshme të krijuara në proces. Topalli shmang një përgjigje për kontratën $6 milion të lobimit të PD-s për të hequr non-gratën e Sali Berishës, duke zbatuar kështu urdhrin e doktorit për heshtje mbi këtë temë. Zonja e hekurt e Partisë Demokratike nuk e shkrin lehtë urdhrin e doktorit. Kontrata $6 milion e lobimit është testi i besnikërisë në Selim Blu, ashtu si përgjigja ushtarake e Topallit. Detyra ime ka qenë krejt tjetër, ndërkohë që Partia Demokratike ka sqaruar dhe s'ka asgjë më shumë. Faleminderit. Drejtuesja politike e Partisë Demokratike për Diasporën doli në këtë konferencë për të akuzuar postën private se po i vjedh votat. Ndaj edhe jam sot këtu edhe për t'i bërë thirrje në fakt shumë serioze KQZ-s që t'i kërkojnë DHL-s që të përmbushin detyrimet e tyre. Çdo cënim i votës së tyre, i drejtës tyre për të votuar, apo çdo përpjekje e bërë për të mos marrë zarfin, është një cënim i drejtës së votës, por në fakt është edhe cënim integritetit të këtyre zgjedhjeve. Me sa duket, Partia Demokratike e ka në xhep akuzën pas 11 majit. Për të vjedhur votat e diasporës, socialistët kanë blerë DL-n. E qërik të di, për tha? Ose ta pregajon të di. Ta pregajnona këtu, ja. 4. Të 4 PD-s janë të dish. Nga deti, nga toka, nga ajri, do vërshojnë në Shqipëri. Por kur vjen puna tek palishmëritë e militantëve të Partisë Demokratike, si videot që kanë shpërthyer në rrjet, Topalli ka vetëm një këshill, dhe atë për votuesit e Partisë Socialiste. T'i bëj thirrje çdo shqiptari që është jashtë kufive të Shqipërisë që të mos pranojnë të bëjnë me video apo të fotografojnë votën e tyre që i kërkohet përmes një presioni që i bëhet familjarëve të tyre brenda administratës. Dhe nuk është rastësi se ky presion është i jashtëzakonshëm.
Ndërsa SPAK ka nisur verifikimet për kontratën $6 milion të lobimit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, analistë të njohës të ligjit thonë se SPAK duhet të regjistrojë sa më parë procedim penal dhe ta konsiderojë këtë çështje krim zgjedhor. Sipas tyre, për kontratën duhet ketë një reagim edhe nga ambasada amerikane në Tiranë. Kontrata e lobimit $6 milion e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jetë subjekt i hetimit të SPAK edhe për krime zgjedhore. Në një intervistë për Newsline, analisti Arben Meçe bëri apel për prokurorinë e posaçme që të regjistrojë procedim penal për Sali Berishën dhe përfaqësuesit e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Para flamur nokën, unë nesër duhet që të paraqitet SPAK në kushtet e personit që ka djenim mbi ngjarje. Sali Berishën paraqitjes SPAK duhet të merren edhe antarët e koalicionit për Shqipërinë Madhështore, sepse kontrata është nënshkruar në emër tyre dhe në flagrancë jepet urdhri i arrestimit për çdo i cili kapet në cënim të legjislacionit të zgjedhjeve. Një apel Meçe pati dhe për ambasadën e SBA-ve në Tiranë. Po unë pretendoj që kjo të ketë një qëndrim të qartë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo kontratë, në mënyrën se është temperatuar në Shqipëri, në mënyrën se është debatuar, ka implikuar dhe administratën e Trumpit. Sipas kësaj kontrate dhe mënyrën se si Berisha dhe anturaxhi i tij po interpretojnë kontratën, na del që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë gjë tjetër veçse një gjovëndës i madh botëror. Pra Berisha i jep të drejtën vetes, të vejë në Amerikë dhe me $6 milion të blej moralin. Sipasi shuma prej $6 milion është produkt i pastrimit të parave, ndërsa kontrata është subjekt i shkeljes së ligjit mbi financimin e partive politike në Shqipëri. Në 8 maj do t'ulet avioni i parë në pistën e aeroportit të Vlorës. Punimet në këtë vepër të rëndësishme të mandatit të parë të socialistëve janë drejt fundit. Zëvendës kryeministri Balluku thotë se pas certifikimit në verë synohet të nisin fluturimet të rregullta. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të jetë pika hyrëse më e rëndësishme në jug të vendit që pritet të japë një nxitje shtimit të turistëve në Shqipëri. Punimet në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës po shkojnë drejt fundit. Zëvendës kryeministri Abelinda Balluku, ndërsa inspektoi punimet në kantier, tha se në 8 maj do të realizohet testi i parë i uljes së avionit në pistën prej 3.2 kilometrash, ndërsa operimet pritet që të nisin gjatë verës në përfundim të të gjitha certifikimeve të nevojshme ndërkombëtare. Mund të themi që jemi në ditët e fundit para se të fillojmë testet, të cilat do të kryhen në datë 8 maj me uljen e avionit të parë edhe të gjithë proceset që do të bëjmë gjatë asaj dite dhe më pas me nisjen e certifikimit për të pasur brenda sezonit veror uljet zyrtare, pra operacionet zyrtare në këtë aeroport. Ashtu siç e kemi thënë shumë herë, bëhet fjalë për aeroportin më të madh, një aeroport me një pistë 3.2 kilometra. Një tjetër element i rëndësishëm është edhe ngritja e Akademisë së Aviacionit Civil, e cila parashikohet të jetë gati në vitin 2026. Aeroporti i ri këtu që hap 1200 vende të reja pune, kërkojnë sigurisht tashmë ngritjen e akademive, të cilat do të prodhojnë profesionistët e fushës aviacionit civil. Dhe këto akademi janë të aksesueshme për moshat nga më të ndryshmet edhe për formime të mëparshme të gjitha niveleve. Vlerësimet janë që vetëm vitin e parë të operimit në këtë aeroport të priten rreth 3 milion turist, ndërsa vlera totale e investimit është rreth 140 milion euro. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës vijon të ketë një rritje të numrit të pasagjerëve dhe fluturimeve duke mbajtur pozicion lider në Ballkan. Mbi 2 milion pasagjerë janë regjistruar vetëm në 3 mujorin e parë të vitit 2025, duke konfirmuar edhe një herë titullin e aeroportit me rritjen më të madhe në Europë. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës është kthyer tashmë në një qendër të rëndësishme të fluturimeve në rajon. Fluksi i lartë i pasagjerëve ka ndikuar në ngjitjen e vazhdueshme të aeroportit mbi konkurrencën rajonale. Të dhënat më të fundit për trafikun e pasagjerëve në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës për 3 mujorin e parë të 2025
tregojnë rritje të qëndrueshme me 9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mbi 2 milion pasagjerë janë regjistruar në aeroport nga janari në mars. Një nga faktorët kryesorë që ndikon në këtë rritje të aeroportit Nën Tereza është Wizz Air. Kompania pozirohet me ritme të shpejta në rajon dhe në Tiranë përforcon kapacitetet e saj këtë verë. Shqipëria ka qenë një treg shumë i suksesshëm për Wizz Air. Kemi investuar shumë në këtë vend dhe mendoj se na e ka shpërblyer shumë mirë. Ne jemi kompania ajrore lider në Shqipëri me mbi 50% të tregut, që do të thotë se 1 në 2 persona që udhtojnë drejt dhe nga Shqipëria fluturojnë me Wizz Air. Të verë do të vi dhe një avion i ri, pra avioni 13 do të mbërri pas disa muajsh në bazën e Tiranës. Të dhënat e krahastuara tregojnë se asnjë aeroport tjetër në rajon nuk po e ndjek këtë ritëm. Tërheqja në rritje aeroportit ndihet edhe përtej kufive të Shqipërisë, me shumë udhëtar nga Kosova dhe Malizi që zgjedhin të fluturojnë nga Rinati për shkak të çmimeve më të përballueshme. Për 3 mujorin e parë të vitit 2025 udhëtuan përmes Rinasit 134.000 pasagjerë nga këto vende, me një rritje rreth 20% krahasuar me një vit më parë në të njëjtën periudhë. Sa i përket performancës krahasuar me kompanitë e tjera ajrore në Shqipëri, dihet që vitet e fundit ka qenë sfiduese në Europë, jo domosdoshmërisht për shkak të vetë linjave ajrore, por për shkak të problemeve që prekin operacionet ajrore si kontrolli i trafikut ajror, funksionimi i aeroporteve, shërbimet në tokë e tjerë. Ne kemi përmirësuar shumë, kishim disa probleme vitin e kaluar dhe një vit më parë, por vetë kemi investuar shumë resurse, para dhe staf për të zgjidhur ato. Teksa kompania zgjerohet në Tiranë, sfidë për Wizz Air, edhe këtë verë mbetet përvoja e pasagjerëve që i besojnë linjës ajrore udhëtimin e tyre. Por si pritet të menaxhohet çështja e vonesave nga Wizz Air? Si në Shqipëri, ashtu edhe në të gjithë Europën, është kompania ajrore me performancën më të mirë, përsa i përket realizimit të fluturimeve sipas planit. Gjithashtu, renditemi ndër më të mirët për përpikmëri në oraret e nisjes, megjithse ndonjë ndërprerje e papritur mund të ndodhë gjithsesi. Nëse kontrolli i trafikut ajror nuk funksionon si duhet, vonesat mund të shtohen shumë shpejt, sidomos kur ka kushte të pafavorshme apo probleme teknike. Ekspertët e industrisë paralajmërojnë se 2025 nuk do të jetë një vit sfidues për aviacionin global, ku parashikohet një rritje prej 3.6%, por Tirana duket se po ecën me ritme më të shpejta, pasi ka arritur një rritje me 9% e fluksit të pasagjerëve vetëm në 3 muajt e parë, duke dhënë sinjale të një trendi pozitiv rritës, duke tejgaluar kështu edhe suksesin e vitit të kaluar. Në Kukës, ku përmbylli fushatën për zgjedhjet e 11 majit, Edi Rama kërkoi votat për socialistët që siç tha po e transformojnë edhe këtë qark. Rama tha se Kuksi me natyrën, vlerat dhe njerëzit e tij të bëhet një atraksion, duke arritur të pres 1 milion turistë deri në vitin 2030. Kryesocialisti ftoi emigrantët kuksian të kthehen në ade dhe të investojnë të mbështetur nga lehtësitë e paketës së maleve. Kuksi ishte ndalesa e radhës e Edi Ramos në turin e takimeve elektorale. Për të bërë diferencën mes votës për të dhe Sali Berishës, kryesocialisti rikujtoi qytetarëve transformimin që ka pësuar ky qark gjatë qeverisjes socialiste, teksa shprehu dhe objektivin që në 2030-ën Kuksi të pres 1 milion turistë. Për shumë vite i besuan dikujt nga ata të vetët, edhe nuk pan asgjë të hajrit. Ndërkohë që sot Tropoja është në hartën turistike të Shqipërisë. Mund t'ju them që nuk është as pak e habitshme që në Shqipëri në 2030 Kuksi të arrijë në 1 milion turistë. Si qark. Rama u ndal dhe tek paketa e maleve ku i bëri thirrje emigrantëve të kthehen dhe të investojnë në atë. Për 500 aplikimet e para që do të aprovohen, nuk do të ketë asnjë taks për 10 vjet. Besoj që kjo do t'ju shërbejë të gjithë atyre që duan të kthehen për të hapur një derë për një agroturizëm apo për të ngritur një fabrikë përpunimit të produkteve bujësore dhe blektorale. Qytetarëve të Kuksit u kërkoi që në 11 maj të mos votojnë për bindje politike, por për pasaportën europiane të fëmijëve të tyre, teksa nuk i kurseu ironit as për kundërshtarët politik. Shko të votosh si tifos, po shko të votosh për interesin e fëmijës tënd. Se kur voton si tifos, ja jep votën Kënetës për Kuksin,
dhe e lë Kuksin në atë deregje që ne e gjetëm kur morëm detyrën. Vete se jemi gurira, kenarin si... SPAK paraqet prova të reja në procesin dhe kopshtarit resortit ku pa për herë të fundit janë prenga para zhdukjes së tij. Emri i kopshtarit përmendet në komunikime në Sky mes të akuzuarve dritare xhepi Altin Hajri dhe Gentian Funiqi, një gjë që vetë kopshtari e kishte mohuar më parë. Në seancën e kaluar në gjykatën e posaçme, Beçdili kishte treguar se kishte parë një të vdekur që e kishin sjell në resort, por nuk kishte njohje me Xhepin dhe Funiqin. Në procesin që po mbahet në gjykatën e apelit ndaj Festim Beçdilit, të akuzuar si një nga personat e përfshirë në zhdukjen e trupit të Jan Prengës, prokuria e posaçme paraqiti prova të reja për implikimin e tij në ngjarjen e rëndë të ndodhur 5 vite më parë. SPAK i tha gjykatës se nëpërmjet lidhër porosive ka mbritur komunikime në aplikacionin Sky Encrochat mes dritanëve të xhepit, që cilësohet si organizator i rrëmbimit, Gentian Funiqit, një nga bashkëpunëtorët, dhe Altin Hajrit, pronarit të kompleksit Golden Resort ku u mbaj trupi pajeti i Prengës, që komunikoi me njëri tjetrin për rrëmbimin dhe pas zhdukjen e Jan Prengës. Sipas prokurorisë, këto komunikime lidhen me ngjarjen për të cilin akuzohet edhe Beçdili, që dyshohet se ka ndihmuar autorët për zhdukjen e trupit. Beçdili në kohën kur ka ndodhur ngjarja ka punuar si mirëmbajtës i kompleksit Golden Resort në Shijak, që është në pronësi të Altin Hajrit, i cili vijon ende të jetë në kërkim. Më herët Festim Beçdili u dënua me burgim të përjetshëm nga shkalla e parë dhe nga apeli, por më pas ky vendim u prish nga gjykata e lartë, duke e kthyer dosjen për rigjykim në apelin e posaçëm. Prokuroria ka dyshime se Beçdili ka patur dieni se ku është fshehur trupi i Prengës, por nga ana tjetër ai ka mohuar një gjë të tillë, ndërsa SPAK ka dyshime se ngjarja është urdhëruar nga dritanëve të xhepi, që po gjykohet veçmas në shkallën e parë, pasi ai dyshonte se vëllezërit e Prengës i vodhën një sasi kokaine në një port të Anglisë. Renato Hoxhaj, i ekzekutuar të dielën në Vlorë, dyshohet jetë vrarë për hakmarrje. Hetuesit kanë dyshime se 58 vjeçari mund të ketë qenë i përfshirë në të shkuarën në një ngjarje kriminale në këtë qytet, në të cilën ka pasur rolin e informatorit. Kamerat e sigurisë në zonën ku vra Hoxhaj kanë kapur autorin e dyshuar të atentatit, ndërsa në Tiranë u vu në pranga një bashkëpunëtor në ngjarje i cili dyshohet se u ka siguruar makinën autorëve të krimit. 58 vjeçari Renato Hoxhaj, i cili u ekzekutua në lagjen Hajro Çakërri në Vlorë mëngjesin e të dielës, dyshohet të jetë vrarë për hakmarrje. Sipas të dhënave të siguruara deri në tani nga grupi hetimor, dyshohet se Hoxhaj ka qenë i përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur kohë më parë në qytetin e Vlorës. Policia dyshon se Renato Hoxhaj mund të ketë pasur rolin e informatorit dhe për këtë arsye është ekzekutuar në shenjë hakmarrje. Mbrëmjen e të hënës policia vuri në pranga në Tiranë një person që sipas tyre ka bashkëpunuar me ekzekutorin e Renato Hoxhajt në Vlorë. Eris Mehmeti sipas hetimeve dyshohet se i ka dhënë makinën autorit të atentatit. Hetuesit arritën tek ky person pas identifikimit të mjetit me të cilin lëvizi vrasësi 58 vjeçarit Hoxhaj. Mjetit ishin ndërruar edhe targat që dyshohet të jenë vjedhur. Në telefonin e sekuestruar të ndaluarit të Eris Mehmeti, janë gjetur biseda që kanë ndihmuar grupin hetimor në identifikimin e autorit të dyshuar të ekzekutimit. Tashmë policia ka një emër për autorin e dyshuar të vrasjes së Renato Hoxhajt, bazuar në këto komunikime me të ndaluarin Mehmeti dhe pamjet e kamerave në zonë ku ndodhi atentati në Vlorë të dielën. Në këto pamje, shfaqet autori maskuar teksa shkon të ekzekutojë Renato Hoxhajin. Hetuesit kanë mundur të zbulojnë edhe itinerarin e vrasësit, i cili rezulton që deri në Ksamil të jetë larguar me të njëjtën makinë. Aty ekzekutori ka zbritur dhe ka ecur në këmbë, derisa më pas ka përdorur një taksi. Kjo e fundit po verifikohet nga policia për të gjetur gjurmë të tjera. Sipas të dhënave të deri më tanishme nga hetimet, një prej vrasësve dyshohet se është larguar ilegalisht në shtetin grek. Policia e Lezhës ndërkohë ka vënë në pranga 3 persona si autor të grabitjes me dhunë të një 66 vjeçari në banesën e tij. Për kapjen e tyre ndihmoi përshkrimi i makinës së tyre pra i autorëve që i dhunuar e kishte parë ditën e ngjarjes në fshatin e tij. 3 të arrestuarit dyshohet se kishin dieni për paratë që 66 vjeçari mbante në banesë. Zbardhet dinamika e grabitjes me dhunë ndodhur në 28 prill në fshatin Gajush të Lezhës në banesën e një 66 vjeçari. Nga hetimet rezulton se 3 autorët të maskuar kanë hyrë me forcë në banesën e të moshuarit
dhe i kanë grabitur shumë të ndryshme parash në lek, dollar, euro, si edhe një armë gjahu. Zbardhja e ngjarjes nisi fal një përshkrimi të detajuar që i moshuari ju ka bërë autorëve dhe automjetit të përdorur prej tyre. Ai ka deklaruar përpara policisë se të njëjtin mjet e kishte parë më parë duke lëvizur në zonë. Hetimet quan në identifikimin e automjetit i marrë me qeradhi i përdorur nga Lorenz Leshi, i cili fillimisht u shpall në kërkim dhe u kap në dalje të territorit shqiptar, teksa tentoi që të largohej nga vendi ynë nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Muriqanit. Nga dëshmia e tij dhe verifikimi i pamjeve të kamerave të sigurisë, u identifikuan edhe bashkëpunëtorët e tjerë, Keviliano Ndoj dhe Andi Sancho, që u arrestuan në vijim. Gjithashtu është proceduar penalisht në gjendje të lirë edhe babai i Keviliano Ndojt, i dyshuar për veprën penale për krahje të autorit të krimit. Gjatë operacionit policor u sekuestruan 5 celular dhe 2 automjete të përdorura në grabitje. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Në një takim me shqiptarët në Poloni, presidenti Bajram Begaj u tha se çdo sukses i tyre në këtë vend është sukses edhe për Shqipërinë. Begaj tha se shoqëria polake ka krijuar mundësi të shumta edhe për shqiptarët, ndërsa theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes dy vendeve. Presidenti Bajram Begaj u takua me shqiptarët të cilët jetojnë dhe punojnë në Poloni. Teksa vlerësoi kontributin e tyre në shoqërinë polake, kreu i shtetit tha se ato janë dhe promovuesit më të mirë të vlerave të Shqipërisë. Dua që me këtë rast të falenderoj edhe shoqërinë polake për hapjen e mundësive reale për këta qytetarë të cilët lanë adheun e tyre dhe gjetën një adhe të dytë. Patjetër që suksesi tyre është personal, por është sukses edhe i Shqipërisë. Nëpërmjet tyre ju keni njohur sadopak Shqipërinë. Po ashtu, Begaj theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit me Polonin. Të hënën, kreu i shtetit mori pjesë në samitin e iniciativës së Trideteve në Varshavë. U tha se antarësimi i Shqipërisë në këtë platformë konsolidon rolin e saj si kontribuese për sigurinë rajonale dhe urdhëlidhse midis Europës juglindore dhe hapësirës euroatlantike. Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update, do t'jeni me mua Sali Doçen për të parë zhvillimet nga dy konfliktet më të nxehta globale. Sulmi i kryer nga forcat ruse u zgjerua me masakrat kryera në Mariupol, siç ishte bombardimi i një teatri të mbushur me civil. Sipas Institutit për Studimet e Luftës, lagja më e vështirë për Izraelin po kthehet pikërisht lagja Shijaja, ku prej javësh forcat izraelite në Khan Yunis ne shohim se struktura mbetet e njëjtë sa i përket zhvendosjes së trupave izraelit dhe nuk shohim përparime të dukshme. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale. Fotot e tyre në Vatikan bën xhiron e botës, por tani mediat kanë arritur të zbardhin bisedën mes Donald Trump dhe Volodymyr Zelenskit në hollin e Shëmpjetrit. Mediat amerikane thonë se dy presidentët gjetën gjuhën e përbashkët lidhur me të ardhmen e konfliktit dhe bën kompromis të rëndësishëm për çështjen e Krimes, çka solli edhe ashpërsimin e gjuhës së presidentit Trump ndaj Vladimir Putin. Takimi Donald Trump dhe Volodymyr Zelenski në Bazilikën e Shëmpjetrit në Vatikan, pak para funeralit të Papa Franceskut, mori vëmendjen e gjithë botës. Media amerikane Axios ka zbuluar edhe diskutime që liderët patën, me njëherë pas të cilave, qëndrimi Trump ndaj Vladimir Putin u bë më i ashpër. Volodymyr Zelenski shfrytëzoi rastin për të përsëritur qëndrimin e tij të hershëm se presioni dhe një qëndrim më i ashpër janë të nevojshëm kundër Putin, në mënyrë që ai të pranojë një armpushim përfundimtar dhe pa kushte. Sipas Axios, takimin ndau këshilltarët e Zelenski, disa prej të cilëve kundërshtuan pas përplasjes së ashpër që ndodhi në zyrën ovale gjatë vizitës së liderit Ukrainas në Washington në muajin shkurt. Megjithatë, presidenti i Ukrainas u largua me ndjesinë se për herë të parë kishte arritur të ndryshonte mendimin e Trump në lidhje me presidentin rus, pasi u takua me Zelenskin teksa kthehej në Shtetet e Bashkuara. Trump kritikoi presidentin rus.
Ai ngriti dyshime se Putin nuk dëshiron të ndaloj luftën dhe la të hapur mundësinë për sanksione të reja ndaj Moskës. Në takimin e shkurtër në Bazilikën e Shëmpjetrit, Zelenski përsëriti se Putin nuk do të tërhiqej nëse presioni nga Shtetet e Bashkuara nuk rritet. Ai theksoi se Kievi e ka pranuar me kohë propozimin fillestar të Trump për një armëpushim pa kushte, por ka qenë Rusia ajo që ka refuzuar vazhdimisht. Sipas Axios, Trump duke se ishte dakord në parim, megjithëse Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të komentonte mbi përmbajtjen e takimit. Zelenski gjithashtu i përsëriti Trump se ai kurrë nuk do ta pranonte njojën e Krimes si tokë ruse, por Trump i tha se ai nuk po e kërkon diçka të tillë. Plani i paqes i Shteteve të Bashkuara ka të bëjë me njojën amerikane të Krimes dhe jo ato Ukrainas, se theksoi presidenti amerikan. Mungesa e zgjedhjes presidentit J.D. Vance dhe e të dërguarit Steve Witkoff, figura që ukrainasit i konsiderojnë më miqësore ndaj Rusisë, duket se ka kontribuar në atmosferën pozitive të këtij takimi. Donald Trump mbush 100 ditët e para në Shtëpinë e Bardhë me kuotat më të ulta në opinionin publik falë lëvizjeve të forta brenda dhe jashtë Amerikës. Por presidenti amerikan hedh poshtë rezultatet e sondazheve që tregojnë rënje të popularitetit të tij dhe mbrojti politikën e tij të tarifave tregtare. Donald Trump festoi 100 ditët e tij në pushtet si president i Shteteve të Bashkuara në një tubi masiv në Michigan. Me një fjalim në stilin e një fushate elektorale, kreu i Shtëpisë së Bardhë lavdëroi arritjet e administratës së tij, duke thënë se ky ishte një revolucion i logjikës së shëndosh. Ndërsa hodhi poshtë sondazhet që tregojnë rënje të popularitetit të tij, Trump nuk i kurseu sërish thumbat ndaj demokratëve dhe ish-presidentit Joe Biden. Ashtu siç mediat kishin paralajmëruar nga Michigan, i cili njihet si zemra e prodhimit të automjeteve në Shtetet e Bashkuara, Trump deklaroi se do të lehtësojë tarifat për mallrat që vijnë nga jashtë dhe përdoren nga industria e prodhimit të automjeteve në SBA, duke përfshirë këtu çelikun dhe aluminin. Unë kam vendosur me krenari një tarif prej 25% për të gjitha automjetet e huaja që vinë në Shtetet e Bashkuara. Kjo do të sjellë vende pune në vendin tonë. Por për të ndihmuar fabrikat tona, sapo kam nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të dhënë një zbritje në tarifa çdo kompanie që monton makinat e saj këtu në Shtetet e Bashkuara. Ulja në tarifa do të jetë nga 10 deri në 15% për pjesë të ndryshme të prodhimit të automjeteve. Përgjatë fjalimit të tij në Michigan, Trump deklaroi se përgjatë 100 ditëve të administratës së tij kishte pasur një rënje të çmimit të gazit, naftës dhe benzinës, si edhe ulje të kostove të jetesës, duke përfshirë këtu produktet ushqimore. Kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se edhe çmimi i vezëve falti ishte ulur, por në fakt ky çmim ka pësuar një rritje të ndjeshme në SBA, si pasojë gripit të shpendëve që solli asgjësimin e qindra mijëra pulave. Donald Trump u shpreh gjithashtu se në 3 muajt e administratës së tij në Shtetet e Bashkuara ishin krijuar mbi 340.000 vende të reja pune. Dobimi i emigrantëve të paligjshëm ishte një ndër premtimet që solli Trump në pushtet dhe mbi këtë temë, kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se muajin e shkuar kishte pasur vetëm 3 kalime ilegale të kufirit. Në analizën e verifikimit fakteve të BBC bazuar në shifra, theksohet se në mars pati 7.181 emigrant që mbërritën në kufirin SBA-Meksik, një shifër kjo që tregon në regjistrimet më të ulta mujore të emigrantëve të paligjshëm në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2000. Donald Trump erdhi në pushtet me premtime të qarta se ai do ta bëjë Amerikën të madhe sërish, por shumë reforma, siç ishte ajo e tarifave tregtare, kanë tronditur jetën politike dhe financiare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shumë vende të tjera. Në këto 3 muaj, gjykatat federale kanë nxjerrë mbi 70 urdhra ndalimi ndaj vendimeve të presidentit, si dhe kanë ngritur mbi 200 padi kundër dekreteve të tij. Përgjatë 100 ditëve në pushtet, administrata e Trump është përballur me gjykatat federale, të cilat kanë nxjerrë më shumë se 70 vendime që pengojnë agjendën e presidentit për një sër çështjesh. Ndaj vendimeve që presidenti ka marrë në këto 100 ditë, janë ngritur më shumë se 200 padi. Në 19 prill, gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaloi përkohësisht administratën e Trump nga deportimi i emigrantëve burra nga Venezuela, pasi avokatët e tyre thanë se ata ishin në rrezik të menjëhershëm nëse largoheshin menjëherë nga vendi
vendi pa një vendim gjykate. Trump pretendon se këto venezuelian janë antar të bandës kriminale Trenda Aragua. Në 15 maj, gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara do të dëgjojë argumentet e administratës Trump për zbatimin e urdhrit të tij ekzekutiv që kufizon dhënien e nënshtetësisë në mënyrë automatike për çdo që ka lindur në SBA. Gjykatat federale kanë ndërhyrë edhe në pezullimin e miliarda dollarëve fonde që administrata Trump ka ndaluar duke lëshuar kështu vendime që pezullonin urdhrat ekzekutiv të presidentit. Një tjetër çështje e nxehtë në Shtetet e Bashkuara mbetet edhe urdhri ekzekutiv i Trump për të ndaluar transgjinorët të shërbejnë në ushtrinë amerikane. Mirëpo përpjekjet e Trumpit për të eliminuar të drejtat e transgjinorëve janë ngadalësuar në gjykatë pasi gjyqtarët kanë lëshuar të paktën 14 urdhra që bllokojnë ndalimin e tij ushtarak, si edhe politikat e tij për të vendosur të burgosurit në burgjet federale që korrespondojnë me gjininë e tyre të lindjes dhe për të kufizuar kujdesin e tranzicionit gjinor për njerëzit nën moshën 19 vjeç. Në mesin e vendimeve që kanë prekur punën e administratës Trump, kanë qenë edhe 4 gjyqtarë që kanë pezulluar përkohësisht heqjen e zbatimit të urdhrit ekzekutiv të Trumpit për programet e diversitetit, barazisë dhe gjithë përfshirjes në administratën federale. Hakmarrja e Trump ndaj firmave ligjore dhe kërkesa e tij që këto firma të punësojnë avokat konservator është vënë gjithashtu në lupën e gjykatave federale, të cilat thonë se diçka e tillë cënon amendamentin e parë të Kushtetutës amerikane mbi lirinë e fjalës. Pa ditë më të fundit ndaj administratës Trump janë mbi tarifat e shpallura nga presidenti kundër partnerëve të huaj tregtar. Janë të paktën 7 padi që argumentojnë se presidenti ka tejkaluar autoritetin e tij sipas Kushtetutës, duke vendosur tarifa pa marrë më parë autorizimin e Kongresit. Të gjitha këto çështje ligjore paraqesin jo vetëm një qëndrim të kundërshtarëve politik të Trump ndaj vendimeve të tij, por gjithashtu edhe qëndrimin e drejtpërdrejtë të qytetarëve amerikanë që thonë se të drejtat dhe liritë e tyre po cënohen. Finlanda ka marrë masa të rrepta për ndalimin e celularëve në shkolla, vendi nordik ka ndaluar përdorimin e tyre nga nxënësit. Masa vjen për shkak të shqetësimeve për uljen e performancës gjatë orëve mësimore. Finlanda bëhet vendi i fundit në Europë që vendos kufizime ligjore për pajisjet elektronike në shkolla. Finlanda ka kufizuar përdorimin e celularëve dhe pajisjeve të tjera elektronike gjatë orëve të mësimit për shkak të shqetësimeve për ndikimin e tyre në mirëqenien dhe aftësinë e të mësuarit të nxënësit. Sipas ndryshimeve të cilat u miratuan nga parlamenti finlandez, celularet do të kufizohen shumë gjatë orarit të mësimit. Nxënësve do t'u lejohet të përdorin vetëm me lejen e mësuesit për qëllime shëndetësore ose mësimore. Nëse një nxënës ndërpret mësimdhënien me celularin e tij, drejtori ose mësuesi do të kenë të drejtë ta përjashtojnë atë. Parlamenti finlandez ka urdhëruar Departamentin e Arsimit dhe të Kulturës të kryejë një studim mbi efektet e kufizimeve në përdorimin e pajisjeve celulare në Finland dhe ndërkombëtarisht, i cili duhet të përfundojë deri në fund të vitit të ardhshëm. Pas kësaj, nëse konsiderohet e nevojshme, Departamenti i Arsimit do të marrë masa të mëtejshme. Finlanda është vendi më i fundit evropian që vendos kufizime ligjore për përdorimin e telefonave dhe pajisjeve të tjera elektronike në shkolla, mes provave në rritje të ndikimit të tyre te fëmijët dhe të rinjt, duke përfshirë vëmendjen dhe vetvlerësimin. Më parë këtë vit, Danimarka tha se do të ndalonte telefonat celular nga të gjitha shkollat. Vende të tjera që kanë kufizuar telefonat celular përfshin Francën, e cila u ndaloi nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme përdorimin e telefonave të tyre në mjediset e shkollës në vitin 2018. Norvegjia gjithashtu ka vendosur një kufi të rrept moshe prej 15 vjeç për përdorimin e mediave sociale. Shikoni në abcnews.al për lajmet më të fundit, si dhe na ndiqni në Radio ABC 105 FM. Në orën 20, Real Story me Sokol Ballën. Bashkë më të kofshim nesër në orën 19. Mirupafshim.